Vëllezër, dashur mirë se keni ardhur në tryezën ose këto bashkëbisedimet e Prishtina Talks. Sonte kemi një sebeb është libri Vetdia e reformatorit me autor Ali Hussein Asiri, përkthyesi i cilës është Hoxha Fitim Gërguri, me të cilin bashkarisht sonte edhe me Azdrenin kemi mundu me reflektu mbi librin. Libri është sebeb se dojmë reflektu më shumë ndoshta mbi temën që e ka sjell libri. Domethënë kemi mundu që të me trajtu pjesë ndryshme. Unë kam bënë një përmbledhje të shpejtë e librit dhe libri ashtu kështu është libër, domethënë mundet mu lexu me një frymë. Azdreni ka Ali Izetbegovićin si personalitet që mund i ngjansh të reformatorit për të cilin domethënë flet libri, edhe Hoxha Fitim ka si përmbyllje dimensionet fetare ose aspektet fetare të vet librit, domethënë një shtjellim më i plotësuar. Libri si natyrë, domethënë i drejtohet edhe reformatorëve të fesë, po dhe jo vetëm fesë. Domethënë autorin shumicën e librit flet me një gjuhë universale, edhe vet libri nuk ka shumë ndoshta argumente të dënduna ajete ose hadithe, po domethënë flet me një gjuhë universale dhe flet me parime ose metoda ose me disa shtylla mendore të cilat janë universale për çdo lëvizje edhe për çdo reformator. Domethënë, ju sugjerojmë librin me ble edhe me lexu, kushdo që lexon në gjuhë origjinale, domethënë mundet me nuk ka sasi, thonë dhe nuk ka marrë për shkak që nuk është fokusi vetëm te libri. Domethënë, autori ka ndërtuar librin mbi 5 shtylla mendore, kështu janë edhe të përkthyme librat. Shtylla e parë mendore është vetdia fillon nga brenda. Reforma e vërtet fillon me ndërtimin e mendimit përpara ndërtimit të turmave dhe me formimin e vetdijes përpara zbatimit praktik. Her pas here shohim ka një flash që mendoj që për shembull te na ka filluar kundër, te na ka filluar ndërtimi i turmave para ndërtimit të mendimit, edhe fatkeqësisht te na jemi hala në nivel më poshtë, se na nuk formojmë vetdije. Këtu kërkohet me pas vetdije përpara zbatimit praktik. E na nuk formojmë vetdije as kur dështojmë. Jo kur veprojmë, por dhe kur dështojmë na nuk arrijmë ndërtu një vetdije. Reformatori i vetdijshëm është ai që ngrihet për përgjegjësinë e ndryshimit në vetvete dhe në shoqërinë e tij. Ideja është se njerëzit duhet me ndjej nevojën për me qenë reformator ose me ndryshu gjendje është nevojë personale. Një pjesë e madhe e njerëzve, shumicën e gjërave i kanë të ndërlidhura. Nuk mundesh mu bo vetvetiu i mirë në vete, izoluar prej botës, domethënë ti mund të bosh i mirë kur edhe bota përreth teje bëhet patjetër e mirë. E nevoja për që të ndryshojmë është e lidhur me brendësinë e individit. Reformatori i vetdijshëm nuk niset nga qëllime kalimtare e as nga shtysa popullore ose thënë ndryshe nga sloganet përkohshme. Ai lëviz me vetdije pe një detyrimi hyjnor, kufit e cilit i një dhe di se kë duhet kënaq me veprën e tij. Domethënë, nëse ummeti është fusha e reformës, qëllimi i jon ose qëllimi i çdo reformatori është Allahu, edhe që të qëllim çdo lloj reforme e cila i sjell dobi njerëzore njerëzve, që të qëllim duhet me pas. Vetdia duhet me qenë rrugë e pastrimit shpirtëror. Vetdia përfaqëson një rrugtim të vazhdueshëm drejt pastrimit dhe fisnikërimit të shpirtit, edhe nuk duhet asnjëherë kjo përpjekja me u shëndru një burim të krenarie ose me një madhësie. Domethënë, një reformator as më shumë që thellohet në çështjet e dijes dhe çështje shoqërore, duhet me ushtu prullësia edhe urtësia. E kundërta normalisht duhet me rrit përgjegjësia dhe empatia për popullin, të na ndodh shpesh e kundërta me kalimin e kohës, normalisht aspirohet që njerëzit me thellu dijen edhe me rrit përgjegjësinë. Edhe me ndjeje një farë përgjegjësie për shoqërinë. Të na ndodh e kundërta, të na shpesh ndodh që me kalimin e kohës na e thellojmë izolimin, edhe na humbet empatia ose përgjegjësia shoqërore, ose na rritet arroganca që ke e para edhe mendimallësia. Për reformatorin është shumë e rëndësishme, durimi strategjik. Reformatori i vetdijshëm i duhet durim i gjatë, i cili nuk ndalet nga pengesat e momentit dhe as nuk kthehet nga ndonjë vështirësi e çastit.
Durimi strategjik e mban reformatorin të palëkundur në drejtimin e tij, ai lidh projektin që ka me një vizion më të gjatë se sa ajo që ndodh sot dhe ruan shpirtin e tij të gjallë edhe kur pengesat përsëriten ose që është më e rëndësishme kur ndikimi i dukshëm vonohet. Ne jemi shumë të lidhur me ndikimin e dukshëm dhe në shumicën e rasteve kur ndikimi i dukshëm vonohet, neve na dekurajon. Ne jemi të sjell autorin në mënyrë autentike, nuk jemi të fol mendimet tona. Veç me pas parasysh që këto zakonisht në krejt ato që e ka skicu autori i librit janë si rruga ashtu edhe problemet tona. Ai ka adresu problemet që i kemi edhe skicon një rrugë të re. Pse na kemi vendosur ndoshta me trajtu si temë, ideja është që me prodhu njerëz reformatorë të thirrsat në një niveli pak më të ngritur se sa prej atyre që kemi pas deri tash. Thirrsat e tillë duhet me pas në fillimet e përpjekjes tyre baja gjeni një farë kulture të formuar edhe baja gjeni disa parime ose metoda të qarta. Ndërto për veten tënde një mimber, edhe nëse është i vogël, reforma nuk është e kurzuar të nisë nga platforma të mëdha dhe me shumë audiencë, mimberi sa do i vogël të jetë është piknisja përmes së cilës zëri i reformatorit mund të arrijë tek të tjerët. Shumë ide të mëdha kanë filluar në vende të thjeshta, me pak fjalë edhe me pak dëgjues. Mirë po sinqeriteti i mesazhit dhe forca e idesë pas Allahut kanë qenë arsyeja për hapjes dhe ndikimit tyre. Domethënë, të na pak jemi të kompleksuar ndoshta në përgjithësi edhe shpesh presim rrethana ideale, presim platforma të mëdha, audienca të mëdha, vende me reputacion të lartë, suport shumë të madh për me nisë me fol disa ide të mëdha, edhe kjo zakonisht është barrierë. Kushdo le të fillon, vetëm atë mimberin e vet ashtu që ka përdor autori, sepse idetë fillojnë me gjetë rrugën për të këmendjet e njerëzve. Jo çdo ide është për krejt individ, nuk janë ide masovike, po ato ide të cilat ju interesojnë nëse janë të përshtatshme për njerëz të caktuar me gjejnë rrugën e vet nëse fillojnë të shpendon. Autori hedh një kapitull që shkelqimi është qast, ndërsa ndërtimi i mendjeve është fare përhershme. Disa njerëz mbeten pengjet momentit, të mahnitur nga ajo që shohin në ekrane, prej skenave dhe ngjarjeve që ndryshojnë vazhdimisht. Kështu rritet brenda atyre iluzioni i ndryshimit të shpejtë. Na shpesh dhe përgjithsisht në krejt lëvizjet tona, edhe në fushën e davetit, edhe në fushën e politikës, edhe në fushën të tjera shoqërore, ky është koment, vujmë prej këtij iluzioni. Shpesh neve na duket që ngjarjet po ndodhin shumë shpejt dhe me siguri dhe ne me shpejtësi dhe lehtësi mujmë kriju një farë impakti të madh dhe shpesh ja kputim kom të vetes ose i ndërprejmë projektet tona ose e shkapërderdhim atë mundin ton të ndërtuam brenda viteve. Idetë që gdhendën thellë mendjet e njerëzve formojnë një sistem të rit mendumit. Dhe ideja dhe autori që fol shumicën e kohës është me prodhu njerëz me vetdije, edhe me fol ose me pas një orientim ideologjik mbi diskursin dominues që është, edhe me ndërtu njerëz të vetdijshëm, me identifiku diskursin, me koni kultivuar çat diskurs, edhe me pas njerëz që kanë vetdije të larta dhe kanë qëndrueshmëri. Shtylla e dytë mendore është nga ideja te kuptimi i thellë. Diskursi ose orientimi ideor është domosdoshmëri në kohën e banalitetit. Na jetojmë sot në kohën e banalitetit, edhe diskursi ose orientimi ideor i riorganizon prioritetet. I rindërton konceptet edhe rindërton rrugën ose ndriçon rrugën drejt një kuptimi më të thellë të realitetit. Një diskurs ose një orientim i mirë ideor, me ndihmën e Allahut është mbrojtja më e fortë kundër thjeshtëzimit të dëmshëm dhe sipërfaqësisë që sjell shpërndarje dhe dobësi. Ne, domethënë, si shoqëri edhe si grup brenda shoqërisë tonë, na vujmë prej thjeshtëzimit dëmshëm edhe prej sipërfaqësisë. Për këtë arsye, edhe jemi të ndarë, edhe jemi të dobët, për shkak se sipërfaqësia dhe thjeshtësia na bën që mos mi kuptu sfidat edhe as nevojat. Kur si kupton sfidat edhe as nevojat, dhe këto vjen si rezultati gjuhës thjesht edhe diskursit thjesht që kemë. Nuk e kuptojmë kompleksitetin, domethënë ideor ose ideologjik që na rrethon, edhe neve na duket që gjithçka është shumë e thjeshtë apo dhe për këtë arsye kalojnë 26 vite dhe ti nuk mundesh me bëu ndryshim substancial. Thirr tek vetvetja, se ke lapsos, thirr tek vetdia dhe jo tek vetvetja, është një prej kështu temave të mërtume. Përparimi nuk ndërtohet vetdije individuale, por mekanizëm shoqëror që krijon mbrojtje kundër mashtrimit. Të zotrosh vetdije është hap i lavdërueshëm, por më e lartë është ta kthesh këtë vetdije në një mision që i ringjall ata që i ki rreth vetes ose u azgjon mendjet. Do thonë ideja është mos me pas vetdije individuale, por me pas një vetdije shoqërore.
Domethënë individualisht nuk mund i vetëdijson krejt njerëzit ka një kur, po duhesh me synu që vetëdija me ekziston në shoqëri. Nëse na kemi disa njerëz vetëdijson pe grupeve shoqërore ose pe një shoqërie vetëdijson individualisht, disa kanë me mjet gjithmonë të pa vetëdijsuar. Edhe shpesh domethënë përpjekja jote ka më qenë pa suksesshme. Për këtë arsye duhet me ndru metodën që me pas synim me bë vetëdijsim në nivel shoqëror. Ai që përhap vetëdije nuk duhet më drejtu njerëzve nga lartësia, por duhet me jetu mesin e tyre, duke mbajtur farat e pyetjes dhe duke uzuar me butësi. Mos mi kritikoni ngjarjet, por zhbëni konceptet që i kanë kriju ato. Natyra njerëzore shpesh robërohet nga pamjet e ngjarjeve të shpejta dhe i dorëzohet kritikës së sipërfaqshme ndaj asaj që syri e sheh, qoftë tragjedi, problem ose krizë. Por kritika thjesht e ngjarjeve, pa u zhytur në thelbin e tyre ideor, nuk bën tjetër gjë veçse e rrotullon problemin pa dhënë zgjidhje rrënjësore. Ngjarjet janë rezultati një sistemi që është më e rëndësishme, ja jemi munduar edhe në 2-3 tema më herët që i kemi diskutuar. Ngjarjet janë rezultati një sistemi të caktuar mendimi dhe grupi idesh ose botkuptimesh, mbi të cilat ndërtohen qëndrimet dhe zgjedhjet e njerëzve. Pra ideja është se na duhet të pas njerëz që i adresojnë sistemet e të mendurit, burimet e të mendurit, idetë e mëdha. Idetë e mëdha prodhojnë sjellje shoqërore. Na gjithmonë na marr vetëm me sjelljen, që është fenomeni i fundit që ekspozohet diçka. Edhe duhet dikush që në nivel botkuptimor ose ideor ose ideologjik ose në mënyrën e të mendumit me sfidu shumicën e gjëra, se ato janë burimi i parë që prodhojnë pasoja. Nëse merresh vetëm me rregullim të sjelljeve, ka më bëni projekt i pasuksesshëm dhe një përpjekje e përhershme. I fabrik zgjidhjesh, ideja është që duhet me ofru shumë alternativa. Idetë të cilat, ose vetëm pikasja e problemeve, që të nënë shumicën e rasteve na krejt di me pikas probleme, por nuk ofrojmë alternativa, nuk ofrojmë zgjidhje. Ideja e reformatorit tashmë është me ofru sa më shumë alternativa. Se pikërisht nga mungesa alternativa, jemi ngulfat na si shoqëri edhe jemi sfilit. Qoftë si grup brenda shoqërisë, qoftë si shoqëri në përgjithësi. Për çfarë arsye? Njerëzit cilët nuk dinë alternativa që është me drejtu shoqërinë, që është me shqu shoqërinë më përpara, që nuk kanë as vizion as kreativitet, nuk mundin as me gjeneru më energji e as për krahje. Na duhet me prodhu alternativë, disa alternativa për shumicën e problemeve të mëdha shoqërore. Ushqeje mendjen me pyetje, jo vetëm me përgjigje. Na jemi shoqëri që zakonisht i marrin përgjigjet e gatshme, shoqëria e cila mësohet me pyetje të gatshme, më përgjigjet e gatshme nuk din me bë pyetje. Pyetja është fara e parë në fushën e vetëdijes dhe kush dëshiron me ndërtu mendje reformuese, nuk fillon duke ofruar zgjidhje, por duke kultivuar tek nxënësit dhe tek njerëzit aftësinë për të pyetur pse, se, cilat janë pasojat, cilat janë alternativat, çfarë nëse ndryshon rrethi. Domethënë, njerëzit duhet me pas lirinë edhe më inkuraju me gjeneru pyetje, jo me marr përgjigje të gatshme. Ose fatmirësisht, ose ironikisht edhe na vetë krijojmë projekte me të cilat ju dojnë njerëzve përgjigje të gatshme. Dhe kjo e vran atë kapacitetin e njerëzve me mendu. Shtylla e tretë mendore nga idejat e projekti, ideja që nuk shndrohet projekt vdes, këtu e kom fut një shtyllë, pa njoft autorin, as pa njoft premisën, na jemi kombinën, vetë organizimi jonë i japit funksionon me projekte. Arsye pse kemi një numër të madh projekte është se ka një numër të madh idesh. Edhe idetë, domethënë pa projekte janë të destinuar me ushu. Është pikërisht nisja e punës, pra ajo që jep idesë forcën edhe ekzistencën e saj, duke shndruar nga një vizion i mirë në një ndikim vërtet në jetën e njerëzve të shoqërisë. Domethënë duhet me ta pa hajrin dikush. Domethënë nuk mjafton ideja me qenë e mirë në edhe sublimen vetvete nëse ajo është e padobishme për njerëzit. Bëjë mesazhin tënd të vazhdoj tek të tjerët. Mesazhi vërtet nuk është pronë një njeriu të vetëm, ajo është një forcë që shumë fishohet kur përhapet mes njerëzve. Prandaj është domosdoshme të ndërtohet një rrjet njerëzish që e mbajnë mesazhin e njëjtë, ku secili përforcon tjetrin dhe thellon ndikimin. Kjo është një mungesë kështu ekstremisht e madhe në shoqërinë tonë. Na kemi njerëz që kanë mendim, nuk kemi ndoshta shumë njerëz që kanë mendim, po edhe ata njerëz që kanë mendim ose kanë ide ose kanë vizion, nuk është që përhapim shembullin e tyre dhe nuk kemi përkrahas për njëri tjetrin, as nuk kemi përforcues. Të na vyn me u njoft mendimet ekzistuese më shumë,
edhe ato më u përhap. Nëse s'përhapen vetë njerëzit janë që përhapin mendimin, njerëzit janë që japin besim mendimit dhe ideve edhe personalitetit. Nëse kjo s'përhapet, domethënë s'përfiton kurkush. Edhe ideja është që, domethënë, është edhe vërejtje dhe kërkesë, me përhap fjalën e mirë, mi përhap njerëzit e mirë, mi përhap shembujt e mirë, edhe nëse ata nuk janë të përsosur. Nëse një mend e synojmë lëvizjen e gjërave pozitivisht. Çdo ide që sjell vetdije është hap drejt fitores. Vetdia ndërtohet dhe përhapet edhe përmes çdo forme të komunikimit të mendimeve. Qoftë bashkë bisedim në një podcast, një artikull i shkruar, një fjalë, një takim të thjeshtë apo edhe një bisedë e qetë me një grup të vogël personash. Andaj, kështu edhe ky është një shembull i dytë. Unë personalisht e ndjej si obligim, si detyrë, jam kështu i bindur si një plusni që bojnë dy. Edhe për këtë arsye kështu e kam marrë përsipër që për shembull idetë dhe tezat e profesor Rudian Zektit mendoj që i njoh relativisht mirë, e kam marrë kështu si detyrë që ndoshta një javë të ardhshme me nis çdo ditë një javë ose disa tema me i bë me një gjuhë më të thjeshtëzuar edhe me konkretizu me shembuj bashkërisht me kushdo që diskuton. Unë mendoj që shqiptarët kanë një prej njerëzve më të thellë në 200 vitet e fundit që ka mendim shoqëror. Kështu me çast sa kam lexuar thonë me kompetencë është një prej njerëzve që ka shkruar më shumë për tezat më të rëndësishme në jetë. Fati i mirë është domethënë besimtar i mirë, me formim të mirë, njëri me intelektual me integritet. S'është i vetmi, po për shembull një prej njerëzve që po them pikpamjen tëme është mungon. Na kelhamda kemi shumë lloje të dijes e dietarëve, po lloji dhe profili tina është i veçantë që ka nevojë me u njoftë dhe më përthith më shumë. Shtylla 4 mendore, librit pikthejmë prapë, konceptet dhe vetdia kolektive, mos u mundoni të rrisni pasus për reformator. Leadershipi i vërtet nuk ndërtohet duke kriju pasus të zhveshur nga mendimi, por duke formuar reformator të vetëdijshëm që e mbajnë idenë dhe punojnë për zhvillimin e saj me liri dhe pavarësi. Pasusit janë thjesht një zë që përsërit atë që e dëgjon, ndërsa reformatorët të vetëdijshëm janë mendje që krijojnë dhe ndryshojnë realitetin. Edukimi i pasuzve, në qëta është fjale autorit, qënë drejt tiranisë mendore, ku udhëheci bëhet i vetmi zë dhe ideja shndrohet në diçka të ngurtë që nuk lëviz pa lejen e tij. Domethënë na duhet më mundu me evitu, se muj me bë me qëllimin ma fisnik, po një ide e tillë, domethënë nuk prodhon reformator ose nuk prodhon mas ose ndikim ose kolegë ose bashkëpunëtor që janë aktiv edhe që mujnë me ndihmu me që u ka uzën përpara. Ndërtoj e njeriu një turmat. Shumë njerëz harrojnë një të vërtetë themelore, forca e vërtetë nuk qëndron në madhësinë e turmave që shpërndahen ose mlidhen për një çast, por tek njeriu i vetëdijshëm, ai që ka qëndrueshmëri në mendim dhe thellësi. Vetëm njeriu i vetëdijshëm qëndron i palëkundur përballë stuhive të kohës së paqëndrueshme. Domethënë ndash më fol kontekst, për shembull, protestat e freskëta që në Shqipëri, ndoshta kanë me pas rezultat, edhe na shpresojmë pas rezultat pozitiv në fund, po nëse analizohet shembulli i njëjtë në Serbi, për shembull, atje ka 2 vjet protesta, shumë më mosovike se sa në Shqipëri, edhe që nuk janë suksesshme. Domethënë një turmë e madhe, çfarë janë protestat studentore në Serbi, domethënë nuk e bën efektive, po të kish pas një masë kritike, domethënë më të vetëdijshme, më të orientuar ideologjikisht, domethënë edhe më me integritet që për mi ndryshu shoqërinë. Njeriu i vetëdijshëm është shtylla kurrizore çdo ringritje të vërtetë, sepse ai mban brenda vetes farën e ndryshimit që rritet dhe jep fryte me kalimin e kohës, sa do të ashpra të jenë rrethanat dhe sa do të mëdha të jenë sfidat. Domethënë njeriu i vetëdijshëm ka mungu si synim në kultivimin e na ose është i rrallë, domethënë nuk ka qenë ashta objektive madhe. Formimi i njerëzve të ri duhet me pas çet ndryshim strategjik, nëse mund të them. Shtylla 5 mendore, ose shtylla e fundit, është menaxhimi i përpjekjeve dhe arritja e ndikimit. Atë që nuk mund ta bësh vetë, ndërtoje që të vazhdohet nga të tjerët. Reformatori mund të bjerë në një kurth të rënd psikologjik, të mendoj se i duhet ta mbajë vetëm barrën e umetit dhe të përkulet në peshën e asaj që s'mund ta përballoj. Mirë, po vetdia e vërtet vendos gjithçka në vendin e saj. Ti nuk je i vetmi që e mban mesazhin. Projektet më të mëdha nuk nisën të plota, ato filluan nga njerëz sinqertë që kanë njoft brishtsinë e vet dhe nuk janë zhytur në ëndra boshe. Çdo ide e madhe ka nisë nga vetdia një personi të vetëm, i cili e kuptoi se detyra e tij është të fillojë edhe nëse nuk do të arrijë ta përfundojë vetë rrugën. Reformatori i vetëdijshëm nuk e ndalon ndryshimin e mendimeve, ideja është se na nuk duhet të friksu mendimeve të ndryshme, domthonë mendime të ndryshme mujnë më shndruar në pasuri edhe
në begati për grupin edhe për shoqërinë. Domethënë, nuk duhet një friksu shumë llojshmërisë, madje duhet me inkuraju. Shumë llojshmëria e mendimeve mundet me prodhu një vizion shumë më të pasur se sa, domethënë, mungesa e shumë llojshmërisë mendimeve. Është një instancë shumë e rëndësishme për reformatorin e vërtet, domethënë, mësojnë njerëzve si të shohin, jo vetëm çfarë të shohin, të na përgjithsisht në të njëjtën logjikë që i marrim na përgjigjet e gatshme, neve na ritregohet shumicën e rasteve se çfarë po shohim, çfarë realiteti dhe jo metodën se si i lexon ngjarjet, si shën ngjarjet, si kuptohen faktet, si analizohen kontekstet, si prodhohet ose reinterpretohet historia, si përsëritet historia, cilat janë parimet kushtimisht i thënë anglisht timeless, përhershme, me të cilat ka herë duhet me lexu lëvizjen shoqëri. Zëri i reformës pas largimit, domethënë ndikimi i reformatorit vetëdijshëm nuk duhet të ndalet në fundin e jetës së tij, por zëri i tij duhet vazhdojë edhe pas largimit, sepse kur reforma ndërtohet mbi një vizion të fortë dhe ushqihet me vlera të gjalla, ndikimi i saj te i kalon individët dhe shndrohet në një frym që qarkullon brenda shoqërisë. Domethënë autori ka mbyll librin me ajetin, domethënë 12 të surës Yasin, në të vërtetë ne jemi që ngjallim të vdekurit dhe shënojmë atë që bëjnë dhe gjurmët e tyre. Domethënë ideja që është përmend gjurmët e tyre, domethënë veprën edhe gjurmët e veprës ose gjurmët e përpjekjes, domethënë metet argument që te Zoti vlerësohet gjithçka. Domethënë qoftë veprimi yt direkt, qoftë pasojë e veprimit tonë. Domethënë qoftë ajo përpjekje minimal që vetëm gjurmë kalon. Ju falenderoj për kohën, domethënë i ra me lexu, po domethënë që është i kom përmbledhur pothuajse të gjitha idetë e librit, domethënë me synova me 20 minuta, vjen bo, po ndoket 22 minuta. Po fjalën e kisha kalu te Azdreni, marrin mend zakonisht praktika janë ashtu, diskutimi i paraprin, e mandej është ajo pjesa më e mirë e komenteve, diskutimeve të përbashkëta. Përshëndetje gjithëve, unë do ta marr sot për trajtim një model, një shembull të një dimensioni të një reformatorit kohës, i cili kalon gjurmë të pashlyeshme në historinë e Evropës dhe posaçërisht botës islame, ajo është Alia Izetbegoviçi. Për shpjegoj pak a shumë biografinë e tij, pastaj për mi dhënë shpjegime dhe konotacionet asaj se pse është reformator dhe është reformator shembullor i cili duhet të shërbejë edhe brezave edhe në këtë rajon, po edhe më gjerë. Alia ka lind në vitin 1925 në një fshat në një zonë Bosanski Shumac. Familja e tij ka jetuar në Beograd dhe baba dhe gjyshi i tij kanë qenë funksionar kadi dhe kanë pas pozita të larta, mirë po për shkak të represionit slav pas themelimit të shtetit janë detyruar që të emigrojnë në territoret bosnjake dhe pastaj janë vendosur në atë vend. Pastaj për shkak të nevojës për një jetë më të mirë janë zhvendosur në Sarajevo. Babajnë ka pasur luftëtar dhe ka qenë i plagosur, domethënë në luftën e parë botërore. Ka luftuar në anën e austro-hungarezëve kundër serbëve. Alia si fëmijë, domethënë në moshën e hershme ka pasur disa ide, mund të them ndikume prej komunizmit, sepse komunizmi ka qenë deri në moshën 15 vjeçare, po është pjek herët edhe ka qenë kurreshtar shumë për ideologjitë. Edhe natyrisht që komunizmi ka qenë një farlloj koha e saj, ka qenë edhe si ideologji zakonisht i ka rrit me i manipulu gjeneratat e reja, sidomos në rajonin e Ballkanit, po edhe në gjithë frymën botnore. Mirë po në moshën 15 vjeçare, për shkak të ndikimit nanës që ka pas shumë fetare, edhe që vazhdimisht është kujdes për fetarinë e tij, domethënë kthehet në besimin islam në kuptimin e praktikës dhe ideve. Pra heq dorë nga bindjet e përkohshme karshi ideologjisë komuniste, edhe në vitin 41 arrestohet, domethënë si i ri, si antari Mlada Muslimani ka qenë një lëvizje politike dhe shoqërore, e një lideri Hasan Biber, i cili është vrarë pas luftës së dytë botnore, dhe kjo lëvizje ka qenë një lëvizje, mund të them, mjaft revolucionare për kohën, sepse ka pasur për synim mbrojtjen e interesave të muslimanëve në zonën e Bosnjës dhe me ardhin e komunistëve dhe fitoren e tyre, ky vendoset në burg. Bile në librin e tij thotë, domethënë është shumë falënderues ndaj Zotit që ka qenë burg, sepse po të mos ishte qenë burg,
do të ishte ndoshta i detyruar që të luftoj në radhën e komunistëve dhe nuk do dia ishte gjallë, pra thotë që kom pa mirësi të madhe nga kjo fatkeqësi. Aty në moshën 19 vjeçare, që është interesant, fillon i shënon librin Islami mes lindjes dhe perëndimit. Ato janë në realitet shkrime, cilat i kam shef dhe ja ka dhënë familjes, zakonisht motrës, edhe janë rujt 20 vjet, janë rujt me një pemë, dikon në bord familjes, domethënë nga motra vet, dhe mas 20 vjetëve gradualisht ato janë nxjerrë dhe pastaj janë të bu dhe në vitin 84 është botu ky libër. Pra në moshën 19 vjeçare e krijon një koncept duke prezantuar Islamin si një din, jo religjion, si një din që përfaqësohet nga vlerat e lindjes dhe perëndimit. Ai thotë që lindja simbolizohet me shpirtërorën, me moralin, me fen, kurse perëndimi me shkencën, me materializmin, me racionalizmin dhe zhvillimin. Thotë Islami duhet të jetë sintezë mes dyjave. Pra duhet të ketë edhe shpirtërore, ka shpirtërorën e moralin, e ka edhe individin edhe shoqërinë, e ka edhe idenë, po e ka edhe veprimin, e ka edhe aspektin dimenzionit moral, po e ka edhe dimenzionit shoqëror dhe politik. Pra e konsideron që ato që gjenden si karakteristikat lindjes edhe të perëndimit të lindjes duhet të jenë të mishruar në Islam. Pas saj lirohet pas luftës dytë botërore dhe ka një aktivizëm të kujdesshëm, sepse vazhdimisht është në përcjellje ai dhe shokët e vet, e posaçërisht në kohën kur më njëherë pas luftës dytë botërore udhëheci kësaj lëvizje, domethënë vritet dhe pastaj këta shkojnë në ilegalitet. Mirë, po gjatë kësaj periudhe në vitet 70-ta fillon shkrimin e një prej, mund të them, librave dhe ndoshta memorandumeve më të rëndësishme me ndikimin më të madh çasaj periudhe që është Deklarata Islame, që është një kryevepër e një aktivizmi politik dhe konceptual mbi Islamin si identitet, si fe, si ide, si veprim. Domthonë krejt ato koncepte të cilat Gazi i shpjegoi të një reformatori të vedijes, ai domethënë i vendos brenda kësaj deklarate dhe mendon që edhe ajo është deklarata e përfaqëson atë modelin praktik se si duhet të reformohet individi dhe pastaj shoqëria. Ai konsideron që ne jemi në një periudhë të stagnimit, jemi në një krizë të ndikuar nga ideologjitë e huaja, mirë po që padyshim që ardhmja do të jetë e jona, sepse ai thotë që çdo ideologji, çdo shoqëni që e ka në qendër të saj një ideologji të huaj për trupën e muslimanëve nuk do të mund të jetojë gjatë, sepse thotë gjithmonë ideja dhe frymëzimi i lëvizjes së ideve, të çlirimeve, të ndërtimeve të shoqënisë dhe individit musliman në qendër saj ka pas Islamin si identitet. Pra pa kthimin e Islamit si identitet qendror nuk mund të lëvizim tutje, edhe do të stagnojmë pra si umet, edhe e ka edhe konceptin e umetit qysh në atë kohë, domethënë si një lloj solidarizimi mes gjitha kombeve mbi bazën e një drejtësie hyjnore që bazohet në besimin e përbashkët në Zot. Kjo deklaratë përkthehet diku 20 gjuhë deri në vitin 80 edhe ka ndikim ndoshta mund të them krucial për themelimin e shumë lëvizjeve edhe politike, po dhe shoqërore në shumë vende të botës, është përkthyer edhe në gjuhën e Indonezisë, të Filipineve, në anglisht, në arabisht, të na gjuhë të mëdha, por ka pasur një ndikim shumë të madh. Për shkak kësaj në 83-ën komplet, mund të them, lëvizja e tij shoqërore, sepse s'ka pasur të organizuar një lëvizje as politike, pas intelektuale, pa i rrethi ku navigonte, rrethi intelektualëve dhe aktivistëve të ri arrestohen me urdhër ekskluziv Titos. Po mendoj, sepse Tito me urdhët pasuesve Titos, po Tito prej para vdekjes tij e ka konsideru si rrezik permanent, domethënë Alia Izetbegovićin dhe idetë e tij, dhe në 83-ën akuzohet për lëvizje për rrezikimin e rendit kushtetues të Jugosllavisë, domethënë ide nacionaliste dhe fetare, pra për shkputjen e një lloj irridentizmi politik dhe dënohet me 15 vite, e që pastaj reduktohet në 12 vite sepse Alia ka qenë edhe jurist, ka qenë edhe agronom, pastaj ka kryer edhe juridiko në një kohë rekord, edhe gjithë ato koncepte të cilat dijen që e ka pasur e ka shfrytzuar duke bërë ankesa vazhdimisht gjykatën e supreme, në gjykatën e lartë Jugosllavisë, pra i ka shfrytzuar gjitha mekanizmat dhe ka qenë në një periudhë ku ka filluar me u shem pak me u dridh komunizmi, i cili ka filluar në Prishtinë me protestat e 81-s, dhe nga frika që mund të frymëzoj protestat e 81, mund të frymëzojnë Alia Izetbegovićin dhe bosnjakët
në Bosnjë dhe mund të prishet ai projekcioni i vllaznim bashkimit të një identiteti mbinacional bazuar në social komunizmin jugoslav, nga kjo frikë dhe nga ndikimi i madh botnor që kanë pasur veprat e tij, veçanërisht deklarata islame, ndikohet që t'i zbritet dënimi në 5 vjet dhe i njëjti lirohet në vitin 88. Është interesant për me tregu modelin e tij si një intelektual konsistent, është që asnjëherë në asnjë seancë të gjykimeve të tij të famshme dhe publike nuk është zbrapsur nga asnjë qëndrim apo interpretim jashta kontekstit asaj që ka menduar këtë deklarat. Ai ka pranuar që unë e shoh kështu realitetin tem, unë jam musliman, mendoj që ne duhet jetojmë në një shoqëri demokratike dhe ku jemi të gjithë të barabartë, pavarësisht fesë dhe përkatësisë kombëtare, dhe kjo nuk përbën asnjë mënyrë thirrje për ekstremizëm apo një lloj revolucioni për të rrëzuar paqen brenda atyre shteteve, po është koncept doktrinor, filozofik, etik, politik dhe moral mbi ndërtimin e vedijes së elitave muslimane karshi realiteteve jo vetëm Bosnjë, po dhe në vende tjera. Bile është interesant, sa ka qenë burg, ka pas shumë shpesh të burgosur edhe shqiptar, edhe që cilët burgosur e shet që janë shumë dikum, sidomos burgun e Foqës, që janë shumë dikum për ideve ateiste, nacionaliste, enveriste, e që në realitet as besimin dhe as Zotin nuk e kanë si model bazik ose koncept parimor ose parsor të frymëzimin mbi lëvizjen e tyre, por në komplet zhveshën e shohin jashta fetarisë edhe jashta besimit, e që kjo prap nuk e zbrops ato dhe thotë që unë i përkroj vëllezërit e mi shqiptar të Kosovës në kërkesat e tyre të drejta, për të drejtat e tyre dhe për një republik brenda ish Jugosllavisë. Në vitin 90 themelon partin Stranska Demokratiska Partia Demokratike e Veprimit, akcia, do më thonë, e cila edhe sot ekziston dhe është udhëhequr nga djali i tij Bekiri. Kjo parti me njëherë në gorat e para zgjedhën vitin 92 fiton me një shumicë ngushtë karshi partisë së Fikret Abdiqit dhe të Karagjicit, që njëri ka përfaqësu nomenklaturën bosnjake sepse Fikret Abdiqi ka qenë një biznismen i famshëm dhe i cili ka bashkëjetuar brenda Jugosllavisë. Edhe ka pas një farlloj flirtimi që është tregu pastaj edhe në luftë me serbët. Edhe partia Karagjicit ka qenë pas tij dhe kështu rrjedhimisht bëhet president. Edhe është interesant që prej burgut e ka skicue konceptin që unë do të dal, do të themeloj parti dhe do të luftoj që Bosnja të mos ndahet, sepse i ka pa apetitet e kroatëve dhe edhe serbëve që ta ndajnë Bosnjën, ta coptojnë sikur tortën me thik, edhe Bosnja, do më thonë, bosnjat kthehen mirëtet në shtetet e dominuara nga slavët e veriut, katolik dhe ortodoks, dhe ky asesi nuk pranon dhe thot edhe në libra, edhe në shkrimet e tij nga burgu, sepse i ka disa vepra shkrimeve nga burgu, që thelbi, baza e konceptit për cilën do të luftoj që do të jetë një shtet i barabartë për gjithë, një shtet demokratik, mirë po që kombi bosnjak do të jetë si bazë, si themel i trashëgimisë edhe historike që kemi pasur si vend, po njëkohësisht edhe si e drejtë e cila buron edhe nga kushtetuta e ish Jugosllavisë që Bosnia e Hercegovina ka qenë republik, duke e ditë që liria dhe zhvillimi i bosnjakëve nuk mundet me orë shpreje si kom, edhe feja tyne s'mundet me orë shpreje, nëse nuk e kanë lirin e udhëheqjes së vetvetes. Domethënë nëse kthehen minoritete, janë në gjendjen e dobtëve, mustedinëve, të shtypurve, domethënë që do të kontrollohen dhe do të jenë vazhdimisht kufizuar nga ana e fuqive sikurse Serbia dhe Kroacia, dhe ka sukses edhe parashikon edhe luftën që ne do të luftojmë nëse paqja nuk arrihet në mënyrën e duhur, përkundër bisedave që i kanë pasur në Lisbon dhe përpjekjeve edhe të Bashkimit Evropian, po edhe Shtetet Bashkuara dështojnë bisedimet dhe rrjedhimisht serbë të gatshëm, duke pasur gjithë aparatin ushtarak në dorë, fillojnë luftën, një luftë totalisht e barabartë, 3 vjeçare, e cila e dim çka përkon, me rrëthimin e Sarajevës që në historinë moderne, as luftës parë botërore as dytës, nuk ka në historinë një qytet, një kryeqytet në Evropë që ka qenë rreth 3 vjet.
3 vjet ka rezistu. Edhe vetëm 25% të orëve, do më thonë cilat kanë ardhur mendim shumica nga Irani, Kroacia ja ka dërgu bosnjakëve, kurse shumicën tjetër e kanë dalë në rrugë për veti. Bosnjak me gjithë flimin e tyre të madh, veçanërisht me ofanzivën e fundit suksesshme, sepse Bosnja ka pas 200.000 ushtar. 200.000 burra kanë luftu për vendin e tyne, me kushte shumë të vështira, do më thonë me mungesë furnizimit edhe të ushqimit, në Sarajevo me mungesë furnizimit të armëve bazike, mirë po që kanë pasur sukses dhe kanë pasur sukses që të mbrojnë ato përveç Srebrenicës dhe natyrisht që Alia pas luftës ndejton pson infrakt nga përgjegjësia e madhe dhe pesha e rënde përgjegjësisë së nënshkrimit të një paqe të keqe. Sepse ai thotë që më mirë tek shumë vazhdu luftën hala, edhe mos me pas një paqe të keqe, më mirë tek e fundit gjak me vazhdu për një paqe të keqe, mirë po është i detyruar, sepse nuk i ofrohet një alternativë tjetër, edhe kjo vjen veç masi që fillojnë me pas sukses në ofanzivë bosnjak dhe kroat, edhe për mos me lejuar një shtet shumë dominuar prej muslimanëve nga fuqitë perëndimore, do më thonë ndërprehet ofanziva, fillohet Daytoni, nënshkruhet marrëveshja që sot është 51-49 konfederata me Republika Srpska, një anën bosnjak dhe kroat, është shtet mund të them jo shumë i suksesshëm, është i prirur për mushem një ditë, edhe për me pas një krizë, sepse është i ndërtuar kuptimin kushtetues dhe politik që është i paqëndrueshëm, nuk ka një leadership dominant, por vazhdimisht kemi me rotacion dhe vazhdimisht kemi provokim nga serb. Modeli Alis për fund është modeli i një intelektuali, një filozofi, një politikani, një kulturologu i cili ka pasur një dimenzion gjon, të jashtëzakonshëm edhe shumë me krenari të identitetit tij. Do më thonë është një intelektual që nështë si model kalon gjurmën më të madhe në shekullin 21 në Ballkan. Dhe në Evropë. Nuk ka një intelektual musliman të një kalibri të tillë i cili ka arrit me ndërtu një koncept, një ideologji shoqërore dhe politike me bazë identitare të islamit dhe që të mund të krijojë edhe shtet, edhe luftë, do më thonë ka qenë edhe udhëhec i luftës, edhe udhëhec i shtetit, ka qenë edhe udhëhec i popullit në kuptimin e identitetit. Edhe për fund, mendoj që është prej modeleve që as moralisht, as njerë nuk ka dështu në menaxhimin e asaj që ka pas në aktivizëm. Dhe më thonë, ka qenë idealist edhe kur u kon president shteti, edhe kur ka qenë komandant i forcave të armatosura ushtrisë Bosnia Armia, ushtria së armata bosnjake, e njëkohësisht edhe kur ka qenë aktivist në veprimtarinë e tij gjatë prej vitit 1940 deri në vitin 1990, kur pastaj e formalizon me aktivizëm politik. Pra, një për modeleve, ka modele shumë, unë mendoj që edhe Omer Muhtari në Liban, edhe Mohamed Iqbal në Pakistan, edhe Mahatma Gandhi, pavarësisht që s'është musliman, po në kuptimin e virtyteve intelektuale në Indi, edhe Nelson Mandela në Amerikë të Jugut, janë parafërsisht modelet parafërta si Alija Izetbegoviçi që njëkohësisht kanë qenë edhe të recient të një ideje, mund të them, intelektuale, shoqërore politike, po njëkohësisht kanë qenë edhe aktivist, do më thonë që i kanë prinë boll gjitha proceseve, disa e kanë kur pagu edhe me jetë, disa e kanë pagu me burg, e disa kanë qenë përcaktues edhe për themelimin e shteteve si në Pakistan, po tjerët edhe për shlirimin e vendeve, edhe për largimin e kolonizatorëve, sikurse që është në Pakistan, në Afrikë të Jugut dhe në Indi. Faleminderit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, waliyyu s-salihin, wal muslihin, was-salatu was-salamu ala khayri man salla was-sam, وطاف ببيت الحرام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تعالى فنذري فري الله تفالي كركوي الصلوات والسلام على pejgamberin e tij Muhammedin alayhi salam dërgoj familjen, shokët dhe gjithë ata që ndjekun rrugën e tij. Fillimisht ju falenderoj për këtë ftesën, këtë ndaj dhe lutem Allahun që punët e juve si grup me bo punë të bekune e të pranune, argumente për juve ditën e takimit me Allahun e jo kundra juve. Pastaj soi për këtë libret, vesë goze e shfaqe një pjesë të sojna, edhe po më duket se kanë edhe në ekran ato që keni mujt diçka prej soj me po,
Dhe Azrin e foli një shembull prej një njerit në kohën që jetojmë, prej ish presidentit bosnjak, ndërsa unë do të mundona me fol pak nga aspekti islam, pasi që kemi shumë shembuj prej Kuranit, Sunetit dhe selefit në kuptimin e reformës, dhe kjo është ajo që jam i thirrur me fol për ta. Fillimisht vllazërit e mi, vetdia e reformatorit kuptohet prej vetë titullit librit. Vetdia është dia për vete. Ndaj të librat e dietarëve që merren me shpirtënore, si Ibn Qayyimi, Ibn Jauzi e tjerë, kur flasim për dijen për vete, thonë është e rëndësishme të veçantë se njeri që nuk e njeh veten, nuk e njeh Allahun. Dhe ana sjellë ai që nuk e njeh Allahun, nuk e njeh vetveten. Dhe për këtë shkak Omer radiallahu anhu nxiste shumë thoshte hasibu anfusakum qabla an tuhasabu amam Allah. Llogarit në merrni llogari veten e juve para se më ju llogarit Allahu i lartësuar. E pastaj dietarët e selefit se Hasan al-Basri e tjerë thoshin ai që ja lehtëson vetit llogarin dunja e merr pyetje, Allahu ja lehtëson marrjen pyetje në ditën e takimit me ta. Ndaj besoj që dija për vete është hapi i parë që na mundson rrugën drejt reformës të mirëfillt. Mas para jena na që mujna me bojt atë amanet e pastaj bartja amanetit, se janë dy koncepte ndryshme, shpeshherë po morëm përgjithësi punë që s'jena të thirrur me marr, pas kena kapacitet për mi kry, e pastaj nuk është probleme të dija e as të pikat që ka përmend autori, po është probleme që ti nuk je përgjegjës me marr këtë amanet dhe nuk takon ty. E dyta, librin po mundona me shpjegu pak a shumë prej kapitujve, duke fillu prej kapitullit parë, që autori flet për sinqeritetin. E që Sufjan al-Thauri rahimahullah, kur flet për temën e sinqeritetit, thoshte, o ju që jeni të punu për Allahun, keni më shpërbly edhe për mendimet e juve, ndërsa o ju që po punoni për arritjen e kënaqësisë të krijesave, mos u lodhni kot se nuk keni më shpërbly, po keni më dënu për veprimet e juve. Dhe kjo duke bazuar hadithin e pejgamberit alayhis salam që përmend Imam Ahmedi në Musnedin e tij, për Abdullah ibn Omerit radhiyallahu anhuma, thotë kum dëgju pejgamberin alayhis salam të thonë, në ditën e Kiametit, Allahu do t'ju thotë disa njerëzve, shkoni dhe merrni shpërblim prej atyne që keni punu për ta nëse kanë çka me ju dhuru. Dhe atë ditë ju e dini që nuk ka kush mundësi me ndihmu kërkujt përveç se atë që Allahu e lejon me ndërmjetësu. Ndaj vllazërit e mi, kjo është hapi i parë, të mundohëm të ripërtrina jetën në çdo vepër për kom për bojna. Se shpesh herë kur po arrin njëri një pozitë caktune ose një dije caktune, po punon për me ru qatë pozitë ose qatë dije që njerëzit mos me thonë ko ka ra niveli tina ose ko ka ra kompetenca e tina, ndaj mu mundu shumë çdo herë, çdo ditë me ja kujtu vetit njetit. E kom pas një profesor në Jordaninë e epke në Dirasatul Ulja në magjistratur edhe doktoratur në epke hadith, lëndë e hadithit e shpesh e thështe, o vllazërit e mi, a jena të mësu për Zot, a jena të mësu, më na thonë njerëz të dietar, e pastaj çojke shumë e përmend ka hadithin e Abu Hurairës, që e kum dëgju Khalilin, dashin tan pejgamberin alayhis salam, që thotë zjarri do të filloj me 3 persona, e i pari prej tyre është ai hafizi Kuranit ose një transmetim të tjetër dietari, që ka marrë dije e kur e vetë Allah pse ke lexuar Kur'anin ose pse ke marrë dije, thot për ty o Zot, e pastaj Allah thot ke dhëbte po gënjen, edhe melekt në zërit thonë po gënjen, ti ke marrë dije ose ke mësu Kur'anin, më thonë njerëz dietar dhe të është thonë. Ndaj gjithë kjo që na bojna, nëse se bojna për Zotin, këna me marrë shpërblimin dunja. Dhe jo rastisht shohim edhe në kohën tonë që shumë njerëz që e kanë urrejt Allahun, kanë luftu kundër atina, kanë famë të madhe në dunja, po kjo nuk ju vyn kur gjë ditën e takimit me Allahun. Andaj të mundohëm gjithë zbashku që çdo ditë ta llogaritëm veten se për kon jena të punu, me shpresë që më shpërbly
ditën kur e takojnë Zotin tonë. Pastaj ka përmend për durimin strategjik e shembullin më të mirë për këtë punë e kena vetëm pejgamber të Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 13 vjet e para në Mekë nuk kanë besuar më shumë se 100 veta për të. E përmend Taberiu në Tarikh el-Muluk, el-Umam el-Muluk, që flet për popujt dhe mbretërit, thot pejgamberi sallallahu në periudhën Mekase nuk i kanë besuar më shumë se 100 veta, dhe dini se Omeri në vitin e 6 ka hyrë në Islam, thot kam qenë i 40 që jam bu pjesëtar i këtij dini. Andaj durimi i tij i madh e ka bu me pas një rezultat që sot falë Zotit krenohet dunjaja me 2 miliard pasues të këtij njeri që është përbuz për njerëzve më të afërm në kohën e vet. Njeri më i afërm i pejgamberit alayhis salam ka qenë Ebu Lehebi. Nuk ka pas askën më të afërt se Ebu Lehebin, as ozën e tij Ebu Talibin, e as një shok tij që pastaj në Islam e ka pas, sa që Ebu Lehebi ka bu edhe shpinë nga të shtëpisë të pejgamberit e sëram, prej frikës se thoshte, më kërku diçka Muhamedi e mos më konë afërti si ja fali veti, e ja ka martu edhe vajzat e tij me vajzat e pejgamberit, por krejt kjo është kthy në armiqësi në ditën kur ka thirrë për Allah. Pastaj vëllezërit e mi e kena edhe shembullin e Nuhit alayhis salam, që nuk kanë besu në të vese pak, wa ma amanu ma'ahu illa qalil, dhe s'kanë besu me Nuhin vese pak, e përmend Ibn Kathiri në tefsir thot kanë besu 81 veta. 950 vjet thirrje, 81 vjet i bjen 81 persona i bjen një person e ka pranuar Islamin 11 vjet. Me rastis me orë 2 veta bashk, 22 vjet kanë shku e së bo kërkush musliman. Andaj projektet që kena gjithë bashkë, qoftë ato të vogla apo të mëdha, të kena durim se nashta na se mrina frutin e sojna. Po jo çdo pemë që e kanë mbjell prind ton e kanë shiju, po na pi shijojna, dhe jo çdo pemë që sot mbjell do të na me shiju, inshallah vjen me gjeneratat e ardhshme, fëmijët ton, evlat ton. Një gjatë tjetër që i nevojitë të reformatorit është mos zgjenuar shumë projekte. Këto autori ka përmend shembullin e rrezës, që mos më qenë si rrezë më qenë si rrezë, po jo si dritë e shpërndane. Po fillojnë shumë punë, shumë libra, shumë projekte, shumë ligjërata, po dështojnë. Po flas në aspektin tem fetar të kolegëve të mi, sa kena nis me punu një libër, ose me një shpjegu një libër, ose me bu për shkak projekte të ndryshme, hutis të madhe që sot për shumë prej shpërqendrimit të madhe, prej rrjeteve sociale, edhe jetës shpejt që po buhet, projektet po dështojnë, ose nuk po arrin më u plotësu, as për afërme se që ishën menu. Andaj më mënu një punë që e marrëm, me mbaru deri sa, me nejtë të deri sa e mbarojna, dhe mos me ka projektet shumë të për një ku, se nuk pja dalëm. Kjo është ajo që synon autori pe këtij në kapitullin. Pastaj flet për çështjen e shkelqimit që e përmend edhe Gazi që është çast, po nuk është determinues. Thashë edhe më herët, nuk moten gjanat se sojnë të famshëm të njerëz, so në njohin të njerëz. E dini se në ditën e shlirimit të Mekës kanë qenë 150.000 sahabë, ndërsa në Isabet e Ibn Haxherit, kur i përmend emrat e sahabëve, nuk ka lënë numri 8.000. Nuk ka lënë numri 8.000 njerëz që javë ka ditë emrat prej sahabëve. Pra, po flasëm për 142.000 në zdina kurgjë. Apo edhe për pejgamber të Allahut ka orë në Musnad e Imam Ahmedit, se pejgamberi se nuk ka thonë, Allah i ka dërgu 124.000 pejgamber e 313 rasul. Nebija dhe rasul, e këne mësu dallimin të hoxhëllarët, prej tyne nuk i dina ma shumë se 25 e për 3 ka mos pajtim a janë apo nuk janë pejgamber të Zotit, ndaj shumicën e tyne nuk dina kurgjë. Nuk është heq më rëndësi që na me jetë në histori, që shpënuan njerëzit, e përmend dhe Hebiu një rast fatkeqësisht, ku shkon egoja njerëzve, thot ka urinu në Zemzem, kur e kanë pyet pse ka thonë me mbet histori. Pra ka njerëz që edhe në këtë mënyrë mënuan me jetë, por nuk është qëllimi na me jetë në histori. Qëllimi me vazhdu fejën Zotin tokë, mu adhuru Allah Azza wa Jall, edhe me qenë është një prej shkaktorëve që Zoti na përdor me përhap fejën e tij, andaj mos të mashtrohem me numrin e lajkave, as me numrin e njerëzve që na njohin se ti nuk je ai real
para Allahut kush je para njerëzve, para je ai që e ki namazin që duhet, e ki dhikrin që duhet, e ki namazin e natës që duhet, e ki adhurimin tënd që duhet, që ky je para Allahut. Nëse si je, edhe nëse je më i famshëm në botë, asnjë dobi s'ka ditën e takimit me to. Pastaj autori ka përmend thotë lëre veprat me kon si shiu që kanë dobi krijesat prej shiut, e mos u bë si bubullima që do të më bëj zhurmë për çdo vepër që e bën, ndaj jo rastisht është thonë, ka qenë një kohë që të parë tonë selefi kanë bë vepra, po s'kan tregu për to. Pastaj ka ardhur një kohë që bëjshin vepra tregojshin, ndërsa sot jena një kohë që njerëz nuk bojnë hiç, e thonë po bojna. Njerëz nuk falen natën, e thonë po falim, ose nuk merren me Kur'an, e thonë merrem. Andaj me bë vepra e mos me fol, kjo është parsore. Nuk është kusht me ditë njerëz. Në librën e sinqeritetit që e kena përkthyt Ibn Abi Dunjas, e pastaj kam shpjeguar, përmend një hadith që sa herë të kujtoj këtë hadith sinqerisht të merrohem për shkak të përmbajtjes tina. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon për një njerëz që ka qenë para neve, edhe ka adhuruar Allahun në një ishull, larg njerëzve. E kanë jetuar gjatë 500 vjet. E pastaj sa herë ja kanë ngrit veprat me lek ditën e hanë edhe tejte, Allah i ka urdhënuar dhe i ka thonë da'uhu fi sijilin, vendosni janë veprat e njerëzve të këqij që kanë bërë vepra të këqija, e me lek t'ju në habit kanë vetë o Zot. Ky largun nga njerëz, se shoj njerëz të adhuru Allahun, të fal, të agjëru, po bën vepra fshet, e ti po thum ja vendos në peshojnë e vepra të këqija, thot për shkak se ka pas shef me ditë njerëz që po bën. Veç kjo dashnia për me ditë, sipas kuptimit pejgamberit ose më krijesës, ose çka po bojnë ana, më na dëm të vllaznin ditën e takimit me Allahun. Andaj me pas shumë kujdes ç't aspekt. E pastaj shtylla e dytë që përmend autori është për qëllim me pas një lloj ideologjie e që me hoxhën Osman e folëm sa me përdor këtë temë apo jo, po me pas një lloj parimi që ecë mbi të s'ka parim më të shnur se sa Kurani edhe Suneti. Më mënu që jeta jon me kon mbi bazën e këtyre dy burimeve, çdo sen, çdo koncept më ndërtu një herë se çka thot Allah, çka thot pejgamberi, çysh e kanë kuptuar të parë ton, a jena të e kuptu fen mbi moradila sipas qëllimit të Zotit që don me kuptu, apo jena të e kuptu sipas qëllimeve tona. Këto janë ato parimet që më mënu me jetësu se të dhe prej neve, me hoxhëllar që i kena qoftë në fshat, qoftë në qytet, qoftë në lagje, e me i pyet pse që ka jetë qështu, pse ka zbrit që kësë sure qështu, se fatkeqësisht vllaznit e mi, neve hoxhëllarëve na bën plot pyetje, po hala kërkush s'm ka pyet kur ka zbrit surja Ikhlas, ose pse është zbrit surja Fatiha, apo çka është kuptimi i ajetit Kursi kështu më radh. Zakonisht pyetjet për Kur'anin nuk bëhen, e jo pse njerëz se dojnë Kur'anin, po për shkak se njohin, e pastaj si jetojnë me ta. Kjo është ajo që unë mendoj. E pastaj autori thotë mbill ide e jo britma, pra nuk është sasia e zanit, ajo që determinon vërtetën apo edhe pa vërtetën, po është ajo që thuhet. Andaj më mënu që edhe na si ligjëros, po edhe ju si ligjëros në për shkolla, në për ambiente tjera, me kon ligjërimi prej zemrës, se çka del prej zemrës futën në zemër. E çka del prej gojës së Ibn Qayyim rëngoj, edhe jo më ngrit zonës, nëse njerëz kanë probleme me shkojnë te mjekët, po jo më përdor kjo se e thash vërtetën bërtita e kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend Imam Burxhulani në fillim të librit El Karam Wajud, cilën e kena bë, thotë ka qenë aq i turpshëm sa që kanë ngjasu me nusën e re kur ka shku spori në festhuj. Po flas në atë kohë ku anton ky shembull nuk merret hiç, Allah na rujt, morali edhe turpi ka hub, po për në atë kohë pejgamberi sa këtë jetën vllazërit e mi u skuq. Ka ardhur marrë shumë kur ka dash edhe me fol, po edhe me pas një çështje të caktuar ndaj një dikurisë të caktuar, e sot fatkeqësisht nuk është kjo marrë prezente. Allahu na përmirësoj gjithë neve. Pastaj kjo je fabrikë zgjedhësh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. O kon fabrikë zgjedhësh për çdo pyetje. Është ka herë pyet cilla vepra më e mirë. Dikoj ka thonë namazi, e dikoj tjetër i ka thonë kujdesi për prind, e dikoj tjetër lufta në rrugën e Allahut.
më mundu që përgjigjen me dhonë varësisht prej kërkesave të pyetësit ose nevojave të pyetësit, e që në mësojnë djetarë që para prakisht, kur vjen dikush më këshillu, na me vetë për gjendjen e tij sociale, për gjendjen e tij ekonomike, e pastaj mbi bazën e dijes së rreth tij më mundu, me dhoni përgjigje që atij përshtatet. Ka thonë, këshilla më i dërguari i Allahut, ka thonë mos u nëvrikos, pastaj ja ka përsëri disa ka marrë të njëjtën përgjigje, andaj kjo për shkak se pejgamberi ju ka dhënë zgjedhje njerëzve dhe nuk ka dashur me bu sikur se na një model për krejt njerëz. Jo, një rrugë nuk ju bën krejtve, do janë më të hull, do janë më të rrosh, por qëllimi është njerëzve më dhënë zgjidhje dhe nuk ka fe që jep zgjidhje më shumë se feja jote. Prej pijem një ki haram alkoholin, prej ushqimeve, veç ushqimin e derët e ki haram, gjitha ki halal, andaj më mundu më dhënë njerëzve alternativa për probleme, dhe jo me thonë haram, ose halal, ose të ngjajshme, e pastaj mos më thonë zgjedhje, se kjo nuk është rrugë e reformës. Pastaj po vazhdoj si shpejt për shtyllën e tretë nga ideja në projekt, më mundu vllazërit e mi, projekt ide që i keni me i shkru. Një prej njerëzve që kum lexu çdo libër tina është akademiku që vdiq Recep Qosja, e që shumë libra tina përmend ka thëke çdo ide që e kum pas ju mundu me shkru. Kudo që jem kon, ju mundu me shkru, e pastaj e kum bo ose në kapitull ose në libër, edhe mos milion idetë mos përqendru. Më mundu gjithan me marrë një laps, edhe një fletë që diçka që të vjen për momentin, mos me lanë me ikë se po harrojna shumë. E veçanërisht po flas që të kohën tonë, kur dunjaja është shpejtu shumë, po të shtin me harru do sane që janë shumë thelbësore për secilin prej neve, andaj më mundu me shkru çdo san që e kena, se nështë anaj ditë vjen si projekt. Përmend Sheikh Albani, Allah e pas mëshiru, thot në fillim të librit Shkurtimi i Buhariut, e që thot kum zgjat në këtë libër 25 vjet, e kum fillu prej një ideje që më ka thonë një njeri i vjetër që thoshte për lexoj Buharin, po koj po s'pe kuptoj. Më mundu më thjeshtëzu, e kam marrë shehun. Që ato thot e kum shkru, mas 10 vjet e kum pa fletë edhe e kum nis me punu. Thot 10 vjet më ka donë harres, mas 10 vjete kur e kum pastru bibliotekën jam dalë prej një shtëpi tjetër, e kum gjetë atë fletë edhe kum bo. Apo edhe vetë Buhariu, në ide e kam marrë prej Ishaq ibn Rahoje, që ka thonë, të shkoni njeri që të bën hadithin e pejgamberit alayhis salam, që është ardhi Ishaq në një libër, thot që ato e kum marrë, edhe kum bo, ndaj mënona idetë mos mjo ikë sot keni mundësi. Shpejtësia dëmton idenë, e pastaj autori fol që i shpjegoj gazet gjitha këto, mënona çdo veprim që e keni më konsultu me njerëz dijes, edhe nuk është gjithherë domosdoshme që më kon hoxhaj, mund më kon edhe njëri tjetër. Më rëndësishme me pas dije dobishme, por nëse ka të bëjnë me çështje të fesë, po dyshim më konsultu me njerëz që kanë dije të fesë, se veprimet e ngutshme po na bijnë edhe rezultate të pahishme, e që po na ndodh tash edhe si kryetar në këshill ato, ka herë po marrë me vendim të ngutshëm, po pagujna me rezistencë ose edhe me përbuzje prej anës xhamatit, e që tek e fundit na jena përfaqësues njerëzve edhe ju mbret tyne, ndaj po them më mundu me i vet ka pak para se me vepro. Shtylla e 4 që përmend autori thot është koncepti dhe vetdia kolektive, çdo që përmend Gazi, më mundu projektet kolektive sa më shumë qenë prezant të na. Unë hale nuk din në libër kolektiv që u bu, ndërsa në botën arabe, unë Hoxha Osman Kajt Fazullah, i gjojna se janë universitetet tona që mbledhin akademika, dhe nashta një libër 50 faqe, 70 faqe, marrën pjesë 10 apo 20 apo 30 dietar. Andaj edhe ju projekte që i keni, mëna më ndok përgjithësit, se ndryshe kur e shohin 20 sy, e ndryshe kur e shohin 2 sy. Sot do njerë me kanë i dishëm, ka momente që plagështohet, ka momente që lodhet, ka momente që së në disponim, e kënë dikën edhe në shkrim, edhe në ide, edhe në përpunim.
mundonë sa më shumë me bo zbashku, se me një gisht e ke fundit s'mujna me bo kurgjë. Atëherë kur mujna me bo është kur i të bojna gishtat. Kështu është edhe në jetën e përditshme. Edhe kuptimi prioritetet vllazërit e mi nuk janë njëjta për njerëzit. Kjo është tek dija për vete, njëri që një veten, i një prioritetet e veta. Për që ta thash, nëse njohëm veten, krej këtu që ka përmend autori, janë mes rreshta që nuk kanë asnjë dobi. Andaj na nuk mundna me kon prioritet për secilën një gjë. Për shembull, dikush e ka prioritet me përsërit dhe xhuza Kur'an, po dikush që s'din Kur'an, ka prioritet diçka, po duhet me pas mbi bazën e dijes për vete edhe prioritetet që i kena për mi jetësu në jetën tonë. Mos shto pasus, po shto udhës. Çështja e turmave, e pasusve, e simpatizusve, është çështje që ka të bëjë me jetën, nëse njëra ka jetën e keq, mundohet me shtu njerëz shumë rreth vete. Nëse ka jetën e mirë, nuk i intereson se so njerëz e ndjekun. E kom pas një profesor që thoshte se kom mojt 5 vjet ligjërat, edhe në ders 5 vjet nuk ka ardhur kërkush. Mas 5 vjet edhe ka ardhur një njeri. Thot 3 vjet tjera veç ajo kon në ders. Do më thonë më bë 8 vjet veç një njeri kom pas. E pastaj kur shkojshëm nas gjojshëm vend në xhami, që shumë që Allah ja ka pas hap, një herë tregoj në klasë, tha, ju thash xhamatit çfarë sonjera ortash ka kalu 2-3 mijë xhamatli, ka qenë një kohë që ku mojt vet, e një kohë tjetër që kom pas veç një, edhe kom thonë që qaj që atje, tha më bënën o hojgjë, aj s'ka një, aj s'kish një heq veç o unë që atë, se i ka ardhë morë më që, s'ka një heq veç ka nejnë ders. Andaj nuk do të njëre fort më lodhë me sa njerës vinë, ose sa njerës shkujnë, më rëndësi është që haku e vërteta, e me hy në shpijet e njerëzve në çdo mënyrë që na mujna, mos u dëshpërani, Allah ju rujt, ju bekoft, as gjatëm pak, ju kërkojmë falje për këtë gjatje, na përdorët Allah për hajrë, na përdorët Allah për ato që i bujna dobi vetës, edhe umetit pejgamberit së më ditën e gjykimit, na rujt Allah për i sherrit, për i vetë pëlqimit, për i vetë adhurimit, e nësë Allah më na falë, më na mëshiron. Zoti ju bekoft.